Shprehim keqardhjen më të thellë për humjen e jetës së të ndjerës Aida Çajka dhe fëmijës së saj ende të palindur. Shprehim indignatën tonë dhe mosaprovimin tonë për ndalimin e 2 kolegëve tanë. Vizita mjekësore është kryer në kohë të përshtatshme. Mjekët dhe infermierët pasi e kanë vizituar pacienten, i kanë marrë analizat e gjakut dhe biokimike, të cilat nuk kanë sugjeruar të ketë një patologji të lidhur drejt për drejt me shtatzanin. Shenjat klinike të pacientes si dispnea, vështirësi frymëmarrje, dhimbje gjoksi dhe djers kërkonin një ekzaminim nga mjek më të specializuar për këtë rast. Ky konkluzion bëri që mjekët tanë ta transferojnë pacienten në urgjencën e QSUT-s për të thelluar për diagnozë. Se transferimi i pacientes është kryer në bazë të gjithë protokolleve të duhura për transferimet, duke i siguruar shoqërimin gjatë rrugës me autoambulancë, me mjek dhe me infermier shoqërues. Patologjia që i mori jetën të sëmurës dhe foshis nuk kishte të bënte me shkaqe për të cilat një mjek obstetër ginekolog të jetë kompetent. Nga të dhënat paraprake, me keqardhje mësojmë se ndjera ndroi jetë për shkak të një patologjie mjaft të rrallë. Mendohet që ka një çarje të enës së gjakut që furnizon shpretkën. Kjo patologji në vetvete ka një vdekshmëri të lartë dhe duke i referuar literaturës kur ndodh gjatë shtatzanisë, vdekshmëria e nënës është 75% dhe ajo e fëmijës 95%. Për të gjitha këto arsye, i kërkojmë organeve të drejtësisë që të jenë objektive në vendimarrjet e tyre. Cili do nga ne që do ishte mjek në urgjencë të asaj nate, do të mbante të njëjtin qëndrim.